Alban, ja ku jemi edhe në këtë amfiteatër që në fakt është ndërruar në një ambient ku shpesh herë organizohen evente, aktivitete të ndryshme kulturore. Çfarë janë ato, cilat janë ato shfaqje, evente, aktivitete që zhvillohen më së tepërmi në amfiteatrin e Tiranës? Amfiteatri ka lullzuar, ka qelur dhe është qershia vitort në parkun e mrekullueshëm të liçenit. Janë gati 15 deri në 20 aktivitete mujore që bëhen pranë këtij parku. Njëherë në 2 ditë te amfiteatri, aktivitet. Aktivitetet janë të ndryshme, të grup moshave të ndryshme, duke filluar nga fëmijë deri te koncerte, opera e të gjitha pjesën e mundshme. Jemi në një fluks maksimal, kemi prioritet të shtojmë dhe disa aktivitete, dhe sidomos periudha e verës ka frekuentimin në koordinim me kohën, me hapësirën, me gjitha, dhe mendojmë që do gloj. A është pikërisht amfiteatri do gloj, siç ka gluar. Siç ka gluar. A është pikërisht stina e verës ajo që afron më shumë njerëz, sepse është edhe pak stinë e nxehtë? Padyshim që dhe jo fort e përballueshme për të qëndruar në amfiteatër. Po ta vëmë re me vëmendje, i gjithë amfiteatri ka krijuar me gjelbrimin, krijon një ambient shumë të këndshëm. Zakonisht aktivitetet bëhen pas ditëve, që është pak më freskët. Që edhe pjesa e nxehtësisë dhe vapës bie dhe është një ambient shumë i këndshëm. Jo vetëm për aktivitetin, por dhe njerëzit që frekuentojnë aktivitetin, koncertin, e shohin si mundësi që të bëjnë dhe një xhiro dhe të rrinë pak, të konsumojnë dhe një kafe, që ne zakonisht themi mos konsumoni kafe, po mirë është bësh një ecje dhe ta shfrytëzosh dhe vazhdohet me aktivitetin. Janë shumë aktivitete, ne me datën 14 mars dhe me 14 shkurt, amfiteatri gloj nga aktivitetet, dhe ne do t'i pasqyrojmë në mënyrën më të mirë të gjitha aktivitetet që janë bërë këtu, dhe ka qenë me prezencën e gati 180 fëmijëve të Tiranës dhe grupe të ndryshme të cilët kanë performuar në mënyrë periodike dhe të këndshme. Mrekulli se si shndrohet një hapësirë e tillë. Kjo është shumë rëndësishme, po të shikojmë që si ka qenë amfiteatri më parë, vërtet është. Tu doja të dila pikërisht në zhvillimin që ka ndodhur. Nuk është e këndshme që ta prekim dhe ta. Mirë, flasim gjithmonë për zhvillim. Ktu është një gjë e këndshme e cila kur diçka bëhet e mirë për qytetin, është e mirë për të gjithë. Për te çdo lloj ngjyre politike është e mirë për gjithë njerëzit. Dhe në fund ditës unë jam qytetari i Tiranës. Patjetër. Dhe dua që ambientet ku ne ti frekuentojmë me familjen time ose me gjithë, të jenë të këndshme edhe për fëmijët e mi. Patjetër. Aktiviteti më i afër që vjen së shpejti këtu në amfiteatër për të gjithë publikun që janë duke na ndjekur. Kemi disa aktivitete, jo vetëm një. Kemi bashkëpunim me Teatrin e Operës aktivitete, kemi me shkollën e baletit aktivitete, kemi disa qendra të cilët performojnë me fëmijët, t'i japin mundësi edhe fëmijëve në skenë, sepse ambienti i skenës të rrit nga ana performancës, nga ana profesionale, dhe janë dhe disa aktivitete të tjera që i kemi në prioritet dhe në vazhdim në agjendën që ka Agjencia e Parqeve Rekreacione. Kështu që muaji prill na gjen me aktivitete pafund. Jemi edhe në një stinë shumë të këndshme, stinën e pranverës. Ka aktivitete. Dhe jo vetëm të amfiteatri, por dhe të fushat e futbollit, voleybollit dhe basketbollit, që ne do t'i vizitojmë pak më vonë. Dhe aty ka aktivitete ku do jetë një kampionat shkollash, që ne zakonisht e kemi bërë vit për vit me shkollat 9 vjeçare, masivitetin e aktivitetet sportive, futbolli, voleybolli dhe basketbolli. Dhe aty e gjithë periudha prillit, maj do t'jetë me aktivitete. Dhe mendojnë që do na presi një verë nxehtë në aktivitete sportive, rekreative, kulturore, artistike. Si mendoni në një linjë të përgjithshme, si ka ndikuar amfiteatri në çështjet kulturore, në zhvillimin kulturor, por edhe ato rekreativ tek qytetarët? Nuk ka dyshim që një aset i shtuar brenda çdo lloji ambienti që mund të jetë, jo vetëm parku i Rinis, njerëzit e shohin me sy pozitiv dhe frekuentimi ka qenë shumë i madh. Dhe pa dyshim që ne marrim edhe lefderata nga qytetarët që më së fundi e sollëm amfiteatrin në këto nivele që pjesa dërmuese e të rriturve që janë rritur me aromën e amfiteatrit, me aktivitetet që u bënin më përpara në amfiteatër, na kanë përgëzuar që u përpoqëm në mënyrën më të mirë ta sjellim sot këtë xhevair në këtë gjendje që ju shikoni më së miri edhe vetë. Çfarë masash janë marrë që amfiteatri të jetë një ambient lehtësisht i aksesueshëm
jo vetëm për qytetarët, por edhe për qytetarët me aftësi të kufizuara. Pa dyshim, po të vesh re, ne kemi vendosur dhe rambën që njerëzit me aftësi të kufizuar ta kenë sa më kollaj, që ta frekuentojnë, por e gjithë lëvizja për njerëzit me aftësi ndryshe është mos e aksesueshme dhe e lehtë. Bukuri.